Mirë se erdhët në Bima dhe Shëndeti, do të flasim për këto problematikat që sjell injekti, vapa, në ditët e nxehta shumë njerëz ankohen për ëndje të këmbëve, për lodhje, për mungesë energjie. A lidhen të gjitha këto me vapën, me temperaturat e larta, apo trupi është duke treguar një problem shëndetësor? Mirë se erdhët, doktor. Përshëndetje, mirë se ju gjejmë. Vetëm për të shpjeguar rreth tematikës që kemi përzgjedhur për të diskutuar sot, por edhe për të njohur me bimë të ndryshme që ju i keni sjellë nga natyra gjithmonë një kërkues, ulëmtues, për t'i kombinuar ato në funksion të shëndetit tonë për shumë gjendje shëndetësore. Cila është një nga bimët që nuk e kemi treguar më së shumti? Duke parë në internet, unë pash që disa nga promovuesit e bimëve kishin bërë një gabim. Në vend të Artkium Lapa, kishin hedhur një bimë tjetër që është e ngjashme me gjëmbin e gomarit. Kjo Artkium Lapa, ose rodhja e madhe që i themi neve, rritet kryesisht në për tokat e thata. Kjo është shumë interesante, pra ku e kam gjetur unë bashkë me rënjën, pra me atë farën, pra këtu, nëse unë, edhe tjetra, pra këta janë shkullur si thua bashkë me farën e tyre, e cila na ka dhënë këtë bimë. Atere, si është kjo si bimë? Në për tokat të thata, gurishtore, mbinë dhe zhvillohet me atë sistemin e saj gjufkor. Po ne këto i kemi nxjerrë me shumë kujdes, në mënyrë që ta shikojnë qytetarët se si është boshti i saj. Pra, këtu është sistemi i saj boshtor. Nërsa këto janë degëzimet e saj. Si quhen populli këtë bimë, doktor? Rodhja e madhe. Rodhja e madhe. Pse kemi sjellë këtu pikërisht këtë gjë? Për të treguar që kjo rodhja e madhe ka parafërsisht këtë gjethe, mundet të na ngjaj me gjethen e patlixhanit, mundet, por në pjesën e pasme të saj, kjo është plot e përplot me vringuj, dhe ka këtë veçori. Gjethen e ka si me push të ashpërsuar si fiku. Duket dhe me sy, po edhe kur e prek, është një lloj pushi i lehtë. Si kur ta fërkon dorën, kjo të ngjitet për dorë, Atere, pikrisht është ai pushi i saj, që është i ashpërsuar, dhe na tregon që kjo bimë, që rritet në për toka gurishtore, në toka të thata, por jo në për kanale, nuk e pëlqen kanalin që rritet ai gjëmbi tjetër që njerëzit kishin hedhur në internet. Në fakt, interneti është bërë një burim masiv informacioni, po njerëzit duhet të jenë të ndërgjegjshëm dhe selektiv. Të gabuar. Patjetër, sepse mund të gabohet sikur unë edhe ju kishin promovuar një krem që të shëronte për 2 ditë. Edhe shumë video të tilla me inteligjencë artificiale marrin mirë zërin nga ky emision dhe pastaj promovohet një krem tjetër që nuk ka lidhje fare me përmbajtjen apo me figurën e doktorit, kështu që duhet jeni shumë të kujdesshëm në përzgjedhje. Se mund të përdoret kjo bimë? Është një nga bimët që përmirëson dukshëm funksionin e mëlçisë. Merret vetëm rrënja e saj, e kjo pjesa mbi toksore mund të flaket që aty. Por është si e drunjzuar e fortë. Pra funksioni që nga i pjesës së rrënjës së saj. Pra, kjo kështu. Pra rrënja e rodhës së malit për të madhe, e cila mëlçisë. Do të na ndihmoj e para në drejtimin e përmirësimit të funksionit të mëlçisë. E dyta në drejtim të largimit të toksinave. E treta, kjo ka linjanet, pra një substancë kimike që ndodhet në këtë si rrënjë mishtake, por dhe të drunjzuar në brendësi të saj, të cilat rizgjojnë, si thuash, energjitë e brendshme të trupit. Pra, nëse kemi një këputje trupore, ne shumë mirë mund të marrim një nga këto rrënjat e rodhës së madhe, ta zim në një gjysmë litër ujë dhe këtë le ta marrim dhe ta përdorim në vazhdimsi gjatë ditës. Kjo do të më japi një tonifikim të mrekullueshëm të qarkullimit venoz të gjakut dhe do të më heqi jo vetëm lodhjen e këmbëve, por ndikon edhe në mbledhjen, le të themi, ose në ngushtimin e sistemit të venave varikoze. Super. Rrënja e rodhës së madhe, Artkium Lapa.
Pra, më mirë futemi me emrin latinisht në internet dhe gjejmë fix bimën e duhur. Tamam, është më e qartë sepse pa u emrat gënjur me atë të gjëmbaçit të kanaleve, që ka si limarinën, si lëndë aktive më të parë të saj. Bashkangjitur me këtë, njerëzit e njohin dhe gjëmbaçin, gjëmin e gomarit, si farë, si çaj, për ta përdorur për pastrimin e mëlçisë. Kush është më fuqishme nga këto të dyja, doktor? Dhe çfarë e specifikon tjetrën? Shiko, këte specifikojnë këto linjane që unë përmenda, glikozide dhe flavonoidet, të cilat nuk i ka të depozituara më shumë në gjethe, se sa i ka të akumuluara në sistemin e saj rrënjor dhe i përdor si ushqim për vitin tjetër. Pra, nëse kjo bim nuk vilet, si vjet, kjo vitin tjetër do të bëhet edhe me madhe, rrënja bëhet edhe me trash, dhe gjithë ushqimit, bima e tharë që do shpërthej vitin tjetër, si një filiz, e ka të ruetur këtu. Po gjethet nuk i përdoren fare? Mund të përdoren për kompresa, për këto, le të themi, irritimet e lëkurës, për kruarit e lëkurës, e kështu me radhë. Po të gjitha vlerat janë depozituar aty tek rrënja? Më shumë janë, shiko, linjanet, linaloli, disa aliina, alicina që ndodhen dhe të hudra, të qepa, e kështu me radhë, janë të depozituara këtu. Atere, plus flavonoidet, e bëjnë këtë bim që të jetë ndërbimet më të studiuara, edhe në farmakopen europiane, edhe tek EMA, kjo agjensia e mjekësisë europiane, që kjo bim ka me të vërtet vlera shëndetësore. Bima, le ta këpusun këtë tashi, ja, zhvillohet nga kjo farë. Kushtu mbillet, pra, me këtë... Mbin vetë kjo, do më thënë, kjo mbushet me fara më mbrapa, po ende nuk është koha që kjo në për këto degzimet që bënë, në për këto si thithak që i nxjerr në për sqetullat e gjetheve, të qelin lule, të shpërthejnë me ato gongjet dhe ajo lulja që qelë është bojqielli. Kjo pastaj shumë lehtë mund të ngjitet edhe kështu në për rroba. Prandaj ka marrë dhe emri rodhja. Një ngjitur si rodhe, thotë populli në gjuhën popullore. Atëherë, si mund të përgatisim neve një çaj të tillë? Pra, edhe për të përmirësuar funksionin e mëlçisë, por njëkohësisht le të vemi tek ajo që është më kryesorja, të heqim atë si lodhje të këmbëve, njëkohësisht të na ndihmojë në ngushtimin e arterieve dhe të venave të fryra të këmbëve. Atëherë, shikojmë, ne e përmendëm që kjo rrënja mundet shumë mirë të vendoset... Ne bëjmë të çajniku i parë. Po, bukur shumë, atëherë. Përgatisim pra këtë çaj për funksionin e mëlçisë, për këmbët e lodhura? Ne në përgjithësi këto produkte që sjellim këtu, sidomos rrënja dhe të rizomat, po, i shplajmë, i pastrojmë, po gati këtë bardhësinë, kjo e ruan edhe aty te toka, se unë e përmenda që gjithmonë kjo zhvillohet në tokat gurishtore të thata. Mund të hedhim tek ky çaj 5-6 gjethe gingo biloba. Aromën e dheut, ka aromën e tokës. Po. Edhe gingo biloba? Ja, edhe gingo biloba. Pra, një gjethe, gati si 3 këndsh, e ndarë në gjysmën e saj, por që bashkohet në një në pjesën e poshtme. Po? Atëre, këto gjethe t'i hedhim përsëri tek ky çajniku, mund të hedhim në të për të përmirësuar dhe për të fuqizuar pak funksionin jo vetëm të mëlçisë, por edhe të sistemit të tretjes, pra mentha piperita, ose mëndërza, nenegjiku, nagjazma, pra në shumë terma krahinore, pra ne mund të themi, fusim në të edhe një fije mendër të butë, me një aromë fatë. Edhe përmirëson pak edhe shihen dhe aromën. Po, pa tjetër, po, edhe për të ma maskuar që ka të si aromën e tokës, dhe le të vemi mandej, nëse duam që këtë çaj, neve ta pasurojmë me disa acide organike që të më ndihmojnë në uljen e kolesterolit, në uljen e asaj LDL-s, ati kolesterolit të keq, ose të triglicerideve, mund të shtojmë të ky çaj pak fruta pylli, dhe këto të gjitha së bashku mandej mundet që të zhvillohen afërsisht, të zihejnë afërsisht 3 deri në 4 minuta, për faktin se rrënjat janë... Është pak e ashpër? Janë të ashpra, ja edhe frutat e pyllit. Pra, kulumbria, trëndafili egër, molla egër, e kështu me radhë. Boronica, atëre. Ja, këto
Të gjitha së bashku do të na ndihmojnë që të përgatisim një çaj ku do të më heqi pa diskutim lodhjen e këmbëve dhe njëkohësisht do të më ndihmojë në përforcimin e sistemit venos, të mureve të brendshme të saj. Ky, le të themi, është një ndër çajrat që në stinën e verës mund të përdoret edhe i ftohtë, dhe kur ne kemi këtë çaj, atëherë mundet ta pasurojmë edhe me produkte të tjera. Për shembull, nëse unë do të ikin punë dhe mund ta marr këtë si çaj me vete, nuk bëj keq nëse në të mund të shtojmë pak feta trangulli, po mund të shtrydhim në të edhe gjysmë luge, kështu gjysmë kokër limoni, ose mund t'i hedhim feta në të. Po nga një gjysmë lugë gjelle deri në një lugë gjelle, nëse unë kam lëng limoni të ruajtur siç e ruajnë disa në frigorifer të ngrirë, kjo do të ishte e mrekullueshme që të përdoroj. I shtojmë atë edhe pak lëng limoni aty, edhe kjo merr me të vërtetë edhe limonene, por edhe përthithjen në ndihmon nga vitamina C të elementëve që kanë çajrat e tjerë, secili vepron në funksionin e vet. Njëri për funksionin e mëlçisë, tjetri për tretjen, përbërësi tjetër që shtuam për të forcuar, për të pastruar ende qarkullimit të gjakut, por njëkohësisht edhe të uli atë fryrjen, atë enjtjen e venave dhe gjithë sistemit limfatik në pjesën e poshme. Po pse enjten këmbët në verë, doktor, nga dielli, nga temperaturat? Është thjesht çështje e verës apo problemi shëndetësor? Janë që të dyja së bashku. Atëherë, cilët janë shkaktarët që ne me të vërtet na i bëjnë ato këmbët të fryra dhe nga një herë sikur ta shtypim kështu me dorë, ajo mbetet fllus. Sikur të krijojë një lloj paratie, një lloj djegje ngacmimi. Por ka njerëz që me të vërtet ju enjten të dyja këmbët. Dhe në këto raste duhet parë shkaku tek zemra, ndonjë insuficiencë kardiake mund të na japi këtë problem. Pra enjtje e njëkohësisht e të dy këmbëve. Po, mundet që të kemi një gulqim në kraharor, për shembull, enjtje të këmbëve, fryrje të tyre dhe gulqim në kraharor. Prap shenjat po na çojnë këtu. Mund të kemi një gulqim në kraharor, një koll dhe nganjëherë sekrecion me gjak. Atëherë, në të dyja rastet, edhe kur kemi këtë gulqimin në kraharor, edhe kur kemi një koll me gjak, nuk do të themi neve që shiko ti merr këtë dhe u zgjidh problemi. Jo. Ky duhet patjetër që duhet shkoj tek mjeku, të gjej shkakun, kush është shkaku, pse ndodh kjo gjë. Dhe plus do të bëj edhe disa ekzaminime që ne i shpjegojmë më mbrapa. Pra, duhet të them, nëse kemi një enjtje të këmbëve sot, nesër, pas nesër dhe nuk kemi ndonjë shqetësim nga këto që unë përmenda, atëherë problemi zgjidhet kështu. Përgatisim këtë çajin, ose mund të përdorim një çaj nga një nga bimët më gjigande që është për tonifikimin e trupit. Çaji i hithrës. I pa diskutueshëm. Si nga njëri, piva çajin e hithrës tha dhe mu bën këmbët si këmbë keci, tha. Të lehta, të holla, patjetër. Po pse? Sepse ajo nxit diurezën. Pra, bimët që na ndihmojnë në nxitjen e diurezës, në largimin e ujrave të tepërta nga organizmi, në largimin e kripës, hithra i ndihmon në mënyrë të mrekullueshme. Po, vërtet është. Atëherë, si mund ta përgatisim? Po patjetër. Ose si çaj, duke hedhur një dorë hithra në 2 gota ujë dhe këtë çaj ne pim gjatë ditës dhe na ndihmon shumë mirë në lehtësimin e enjtjes së këmbëve, ose mund ta bëjmë shumë mirë byrek me peta, me hithra, me disa lakra tegra, duke shuar dhe pak majdanoz, këtë mendrën, dhe ne marrim një ansambël të tërë me polifenole dhe flavonoide që na ndihmojnë tek mirë qarkullimi i gjakut. Kur e thajnë, se shumë anvisa zonja shtëpie e thajnë, i thënë, humbet shumë vlera në tharje? Shiko, nuk diskutohet që humbet pak. Mund të humbasim 10, 15, 30% në qoftë se ne do ta lëm hithrën e korrin disa, e lënë në diell aty dhe shkojmë pas 3-4 ditë që marrim. Nëse do të thahet në hije, pa diskutim. Ajo mund mbas 5 deri në 10. Kaq gjë është e pranueshme. Qartë. Kjo është për ta shpjeguar për hithrën përveç. Është një çaj i cili na ndihmon edhe diurezën, po na ndihmon edhe shumë mirë mëlçin, po edhe zorrët, po edhe largojnë këto toksinat, edhe nëpërmjet lëkurës, për shembull, mëlçia largon atë pjesën e vet, veshka pjesën e vet. Pra, këmbët e enjtura pas kanë lidhje edhe me veshkat.
Patjetër. Po ku do të dallojmë tashi atë çrregullimi? Është nga veshka apo është nga zemra? Në rastin e veshkave, po tjetë njeriu problematik, ndonjë insuficiencë renale ose kështu, ky ka jo vetëm enjtje të këmbëve dhe sikur bëhet ajo si grop, por mund të na enjte në duart, fytyra dhe kapakët e syve. Në mëngjes apo dhe gjatë ditës? Në mëngjes. Atëherë, kjo ne na kanalizon drejt për së drejti këtu. Po. Që duhet shikuar. Që problemi është te veshkat. I kërkojmë ndjes telefonuesës, është shumë e rëndësishme ky shpjegim, sa të shpjegojmë po nga zemra nëse është problemi. Nga zemra, enjtje këmbëve e njëkohësisht e të dy këmbëve. Po. Kjo është nga zemra. Nuk shoqërohet me enjtje në fytyrë, duar? Jo, absolutisht jo. Ose jo enjtje të njërës këmbe, por mundet të ketë ose ngulqim në krahëror, ose ajo sikur e kontrakton, sikur e nqesh, ose ndonjë djegje. Po nëse kemi një sindezje këtu në krahëror, njeriu është mirë pa diskutim të shkojë te kardiologi. Okej. E mirëpresim telefonatën tonë. Përshëndetje. Përshëndetje. Është larguar. Nëse ënjtet vetëm njëra këmbë, doktor? Është veshka e shoqëruar me dorën, por mundet që të ketë ndikuar edhe mëlçia. Nuk largohet mirë, pra, si thuash, një mëlçi, një hepar me ciroz, me hepatite, që ka ulur funksionin e saj, mund të na japi këtë gjë. Pra, një albumin e ulur, një këmbë e enjtur. Por mund të jetë njeriu obez, ka shumë kile, dhe ai me peshën e tij të madhe ushtron presion mbi venat dhe ato nuk funksionojnë mirë, hapen ato dhe këto flatrat nuk preken. Po është edhe temperatura, patjetër. Në temperaturën e ngrohtë dhe sidomos në të nxehtë që është ashti, kur njerëzit vënë në shtëpi dhe shtrihen, këto venat varikoze dhe gjithë sistemi i qarkullimit edhe arteriet kanë qenë tërë ditën të fryra, të enjtura, sepse lirohen nga vapa, këto lirohen. Dhe nuk e kanë atë fuqinë për ta kontraktuar. Dhe njeriu për shembull shkon shtrihet dhe fillon pasaj ndezja e këmbëve, ai si zjarr. Sepse gjithë uji, kriprat e acidet janë mbledhur aty poshtë. Po. Plus që qëndrimi shumë kohë në këmbë ose shumë kohë ulur, qoftë ulur, qoftë në këmbë. Janë pothuajse kështu. Ose edhe ndonjë grua shtatzanë. Absolutisht, janë të zakonshme. Mirëpresim telefonatën. Përshëndetje. Alo? Me këtë dëgjohemi, ju përshëndes, jemi drejt për së drejti nga Rezja jonë. Mirdita. Po, desha të sqarohemi çik me doktorin Ylënderin. Po, ju dëgjon doktori, mund ta bëni pyetjen tuaj. Desha ta pyes doktorin Maja e Therrës, Maja ka thënë çaj. Është mirë për diabetin? Majat e lastarëve të ferrës, po edhe lulet janë të mrekullueshme. Dhe nëse jemi nga ndonjë zonë e ultësirës perëndimore, ku ka hurma, ku kemi fiq, mund të bëhet një çaj i tillë. Për shembull, ne hedhim 1 litër ose 1 litër e gjysmë ujë, hedhim 5-6 gjethe hurme, hedhim 2 gjethe fiku, 4 deri në 5 maja lastarësh ferre. Majat e ferrës na ulin sheqerin, por është dhe një gjë tjetër shumë interesante, është ju jep fuqi muskujve të këmbës. Më vjen mirë që edhe shikuesit tani njohin bimët, shikon? Ky na doli në këtë drejtim dhe neve i themi, shikon, nuk është vetëm diabeti, por është fuqia tjetër, energji, patjetër. Ajo e pasuron njeriu plot me flavonoide dhe mikroelement, si minerale. Pra po, zotëri, patjetër që është shumë e mirë për trajtimin. Nëse do ta bëj kështu, do të ndjej më mirë kënaqësinë e të ndjerit mirë me këto çajra. Dhe tashtin mund të vemi tek një çaj tjetër. Po do shkojmë, doktor, po do t'i lëm pak kohë sot telefonatave që janë të shumta dhe ju jemi në borxh në fakt telefonuesve tan për shkak të kohës. Përshëndetje. Përshëndetje, kë kemi në linjë? Ju lutem na dëgjoni vetëm nga telefoni dhe jo nga televizori, sepse krijohet një problem në kthimin e zërit. Përshëndetje, me kë flasim? Përshëndetje. Dua të pyes doktorin, unë kam dhe unë një shqetësim nga këmbët. I kam jo damar, të fryrë dhe natën më zjej në këmbët. Dhe se mos shputat e këmbë i kam të përvëlluara. Shumë bukur.
Mos na undaj nga ekrani dhe do ta marrësh përgjigjen aty. Atëhere, unë sa po e përmenda që kur njeriu rri gjatë në këmbë, ose rri gjatë ulur, nuk kemi një qarkullim të mirë të gjakut. Këtu është përgjigja e zonjës, por edhe për të tjerët. Dhe ndërkohë që ne shkojmë në shtëpi, për shembull, atëhere pa diskutim që poshtë në të këmbët kemi edhe gjak që nuk ka qarkulluar mirë, edhe limf, edhe acid malik i cili depozitohet në për fijet muskulore dhe kur bijemi në darkë, sikur do qetësohemi, këmbët fillojnë të zihen. Pse? Ato fijet nervore në praninë e këtij acidit malik, sikur fillojnë të irritohen dhe nervat në këtë mënyrë japin atë ndezjen. Çfarë mund të bëjmë praktikisht? Edhe zonja, pa diskutim duhet veproj kështu. Në darkë bëjmë shumë mirë që t'i ngushtojmë këto vena dhe këto arterje të fryra gjatë gjithë ditës, po si në ç'më mënyrë, shumë thjesht. Marrim një legen, hedhim në të 5-6 litra ujë të ftohtë, mund t'i shtojmë ndoshta edhe 5-6 copa akulli brenda, mund të hedhim një lugë gjelle me krip, edhe gati 2 lugë gjelle me uthull të mollës. Marrim me këtu ujin e ftohtë dhe lagim këmbët mbi gjunjë edhe deri shputa e këmbës. 15-20 minuta. Në këtë mënyrë, enët e qarkullimit të gjakut fillojnë atë kontraktimin e tyre. Që do të thotë, po u ngushtuan venat, ato flatrat do fillojnë të preken, të mbyllin portat dhe gjaku venoz ngjitet lart, që e shtyna e gjaku që vjen nga poshtë, por nëse ky do tentoj të kthehet mbrapsht, këto portat janë të mbyllura. Kështu që ai ka drejtimin vetëm në drejtim të zemrës. Kjo do të na ndihmojë më së miri edhe në mirë qarkullim në gjakut, por njëkohësisht duke na hequr edhe këtë si ndezje të këmbëve. Ndezja e këmbëve, doktor, a ka mund të ketë shkak edhe diabetin për shkak? Ka edhe diabetin, është një neuropati diabetike, ka edhe shkaktar të tjerë, por le të vazhdoj më tutje. Çfarë mund të bëj zonja? Atëhere, jo pa qëllim unë kam sjell këto degat e pishës së detit për t'ju treguar njerëzve që neve mund të veprojmë kështu. Për shembull, marrim këto lastarët, i zhveshim nga gjethet, mundet i përdorim edhe gjethet, por ajo që është më e rëndësishme është përdorimi i lëkurës së tyre. Pra, e zhveshim këtë, marrim lëkura 2, 3, 4 vjeçare, që janë të pasura plot e për plot, me proanticianidin. Është një substancë kimike që na ndihmon më së miri në kontraktimin e arterieve dhe të venave. Pra, kjo lëkura që unë po e ndaj këtu, që zonja po e sheh kështu, do të hidhet tek një çajnik, kjo lëkura e pishës, mund të marrim edhe lëkurën e bredhit, e hedhim në një çajnik, atëherë unë për ta dukur, kjo është mirë që ta hedhim këtu për shembull. Direkt në ujë? Shiko, mund të hidhet këtu, por efektiviteti është i vogël. Atëherë, çfarë bëjmë me këto lëkurat e degëve të pishës? Prandaj i kam sjell këtu. Atëherë, ja ku i kemi lëkurat e pishës, hedhim afërsisht në 1 litër ujë, 1 lugë gjelle me lëvore pishe. Do të ma pasuroj çajin me atë proanticianidinën që unë e përmenda. Mundet që ta gjejmë këtë edhe tek ato gjethet e rrushit të kuq. Po ato bëhen nga vjeshta, tash ishin të gjelbra ato, dhe tek farat e rrushit. Shtojmë në të lulen e bishtamithit, shtojmë në të patjetër, shtojmë 1 lugë gjelle boronic ose frutapylli, këtë ketë zonja në shtëpi. Mollë të egër, hithra mund të shtojmë dhe ky çaj për shembull, po patjetër. Pra, nëse do të marrim edhe 1 lugë gjelle me boronicën, ja ti hedhim këtu, i japim një val afërsisht 2 deri në 3 minuta dhe mandej e vendosim këtë për tu marrë valën dhe do të vloj dhe në këtë mënyrë ky çajnik me këto bimë do të më ndihmoj më së miri në qenjtjen e këmbëve dhe në përmirësimin e qarkullimit të gjakut venoz. Pasi ka zirë, e lë më mirë të qëndroj që të lëshoj akoma më shumë? Po, ja pra ja, neve po t'i shojmë kështu. Pra lëkurat, boronica, bishtamithi që forcon muret, atëhere janë nga më të mirat, më të mrekullueshmet
për përmirësimin e qarkullimit të gjakut venos. Pas kësaj, zonja në mbrëmje do të vazhdoj më tutje, pasi kemi hequr këmbët nga uji i ngrohtë, mund të marrim pak uthullmolle të holluar, për shembull gjysmë gote ujë, një lugë gjelle me uthullmolle. I lyej mirë këmbët, edhe mund t'i mbajmë kështu të ngritura në një kënd 60 gradë. Që të kërtheret gjithë patjetër, limfa, gjaku dhe ai acidi malik, ai është më i keqi që ka mbetur tër ditën te këmbët. Në këtë mënyrë ajo shishja po të kthehet me grykën hapur poshtë zbrazen. Po kështu do na zbrazen edhe venat. Dhe ndihmojmë pak qarkullimin e gjakut në këtë mënyrë. Duke marrë nga maja e gishtit, shputa e këmbës deri si nga rrëza e kofshës. Nëse zonja do të ketë këtë ekstraktin që është me gështenjen e egër, me murrizin, me atë rrënjën e ati rrushkullit, atëhere efektiviteti do t'jetë më i madh, që do të thotë ditën tjetër, këto venat nuk do më lirohen me njëherë, por edhe nga temperatura e lartë, kjo do të rrisi e kontraktuar, sepse na ndihmon bishamithi që i forcon ato muret e brendshme, na ndihmojnë këto ekstraktet e gështenjës dhe të murrizit. Që janë aty të ekstraktuara dhe mund të bëjmë masazh nga poshtë lart në drejtim të kundër të qarkullimit, pra të kthyer gjakun mbrapa. Mbas kësaj, nëse e kemi vajin reumer, përsëri ne mund të japim një masazh të lehtë me këtë vajin, dhe kjo si thua do të na japi atë ose edhe kremin reumer, do të na japi atë prekjen rehatuese të këmbëve. Po, qartë, sepse nuk është vetëm një problem estetik, pa diskutim e qetë që natën e parë. Këtë si trajtim mund ta vazhdojmë një javë për shembull. Qartë. Mirë, këto ishin dy çajrat, këto ishin këshillat, ndodh dhe tek burrat të njëjtja këmbëve, se e trajtuam në këtë formë sikur vetëm tek gratë, tek vajzat për shkak të qëndrimit takave, qëndrimit ose problemeve të tjera shëndetësore, po edhe tek burrat, goditja ose qëndrimi dhe qëndrimi në diell për një kohë të gjatë i sjell të operatë. Shiko pse i sjell. Në diell ai rrezatimi ultraviolet beta në mëngjes është i pakët. Si përqindje. Nga ora 11, 12 e kështu ai fillon që të rritet. Deri nga ora 3-4 ai përsëri është si thua në atë kurbën më të madhe është nga ora 12 deri në 2 dhe ikën kështu si paralel. Pastaj fillon atë rënjen dhe deri nga ora 4, për shembull 16, është mirë që njeriu t'i mbrojë edhe këmbët. Mos dali fare. Patjetër do na dëmtohen këto ente sistemit periferik. Dhe natën do të ndjejmë atë, jo vetëm ndjesinë e të djegurit, por do të ndjejmë sikur do plasin. Po, patjetër. Atë ndjesi e jep, paktën kështu e thon ata që e përjetojnë. Mbaruan, përfunduan minutat shumë shpejt. I falenderojmë telefonuesit, ju lëm takim sërish në Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merian të hënën e ardhshme. Faleminderit doktor për këshillat. Ditë të mbar. Faleminderit dhe juve, shihemi nesër.